Të nderuar miq, do të flasim për situatën më të fundit në Kosovë, një ngjarje kriminale, një krim në familje, por edhe situatën politike. Të dyja këto çështje do t'i trajtojmë me gazetarin, me kolegun Faton Mehmeti. Faton, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje juve. Faton, do ta nisim me ngjarjen e rënd që ju e keni komentuar, jeni informuar për të, keni informacion për atë që po ndodh, që ka ndodhur atje, por edhe për hetimet për ngjarjen shumë të rëndë ku një grua shtatzën 26 vjeçe ka ndruar jetë, është vrarë, ndyshimet janë se është bashorti i saj, pra që e ka qelluar dhe më pas ka tentuar t'i jap fund të jetës, por ndodhen gjendje të rëndë. Sipas informacioneve të para një gjyqësore që kam parë, në mos ka ndodhur diçka tjetër. Por konkretisht çfarë dihet përtek kësaj, këtij njoftimi policie në kuadrin e dyshimeve? Çfarë misteri ka pas ta ngjarje që na rikthen ndoshta atë që ndodhi me Liridona Ademaj, por edhe ngjarje të tjera të rënda? Po, mbrëmje rreth orës 23 pranë në Malishev ka ndodhur një vrasje brenda familjes ku burri tashmë sipas prokurorisë është i dyshuar kryesor për vrasjen e ish-gruas së tij. Diku rreth orës 23 fillimisht policia kur kanë shkuar kanë gjetur tashmë vajzën me lëndime shumë të rënda, me kanë dërguar në qendrën e klinikës universitare në Prishtinë ku rreth orës 1:30 pas mesnate vetëm se ka ndruar jetë. Varrimi se cilës do të bëhet sot pra deri në orën 18 në lagjin e saj në Foneq, për shkak se mbiemri i saj i Fëmirisë ka qenë Foneqi. Po, Foneqi. Derisa tashmë ish bashorti i saj pasi e ka vrarë, pasi e ka qelluar gruan, ka tentuar t'i marrë fund edhe jetës tij me një plumb kuk, mirë, por nuk deri në këto momente ai është gjallë, edhe pse duke mbajt me aspirator dhe me ndihmën e pajisjeve mjekësore, pra është në jetë, mirë, po në një gjendje edhe ai shumë trashë. Dhe kështu që sipas informacioneve, personi tashmë i dyshuar ka qëndruar për 4 vite në Gjermani, derisa vitin e fundit, edhe sipas familjarëve, pra familjarët kanë deklaruar, pra sipas informacioneve që ne kemi, kanë deklaruar në polici që vitin e fundit tashmë djali i tyre ka shfaqur disa shenja jo të mirë të shëndetit mendor, dhe ai që një muaj kishte ardhur në Kosovë, ku familja pra kanë pranuar se mes tyre ka pas mosmarrveshje, mirë, po fatkeqësisht siç është mentalitetit e ne nuk ose këto raste i raportojmë, thjesht i mbajmë brenda familjes, edhe pastaj ndodhin. Më është kjo edhe një mënyrë ndoshta për ta larguar nga përgjegjësia, se kemi parë edhe rastin e Naim Murseli që edhe ai atëherë. Gjithsesi, po çdo që të jetë, personi në fjalë është shumë vështirë me mbijetu për shkak se plagët vërtet janë shumë trona, edhe është shumë e vështirë, gjithsesi mund të jetë edhe kjo, por këtë i kanë thënë edhe njerëz që i kanë njohur, pra çiftin që kanë pas probleme sidomos vitin e fundit, edhe ngjarja pra ka ndodhur. Por për më tepër duhet t'jap edhe një informacion që arma me cilën ka ndodhur krimi ka qenë e babait tashmë të djalit, i cili ka pranuar para policisë se arma ka qenë e tij me leje, ka thënë. Gjithsesi kjo nuk e zhvesh nga përgjegjësia se nuk ka arritur kujdeset për armën cilën e ketë, dhe besoj që prokuroria do t'i shqiptojë dënim edhe për babait tashmë të djalit, se për shkak se me armën cilët është vrarë tashmë vajza, dhe familjarët e vajzës kanë thënë pra edhe për media që ka qenë babai tashmë djalit që ka njoftuar familjen e tyre për ato që ka ndodhur, dhe ata më herë kanë shkuar në qendrën klinikë universitare ku vajza pas 2 orë gjysmë pasi është qelluar ka ndruar jetë. Është folur edhe për pista tjera, xhelozia po shikoja në disa. Po xhelozia është një prej motiveve, pro dyshohet që është një prej motiveve kryesore në qeft, por ende nuk dihet. Pra këto janë vetëm disa supozime në bazë të ngjarjes, se ka ndodhur në bazë të ngjarjeve të ngjashme që ka ndodhur, pra ku kryesisht ka qenë motivi xhelozia, dhe motivet nuk themi motive ekonomike, për shkak se nuk është se çifti ka pas gjendje shumë tronë ekonomike, këta kanë jetuar jashtë dhe kanë pas një gjendje vërtet stabile, po themi, mesatare ekonomike, pra si pistë përjashtuar, kështu që xhelozia duket që është si pista vetme dhe kryesore e kësaj tragjedie. Po sipas
informacione nga policia, ka pasur precedent denoncime për dhunë familje, a urdhër mbrojtje, pra Jo. probleme, jo. Deri më tani jo, nuk ose kam vënë ndonjë informacion, pavarësisht kërkesave që kemi bërë, nuk ose kam vënë policia, por nuk rezulton të ketë qenë i përfshirë ndonjëherë, mbas se më vonë të japin ndonjë deklaratë, mirë po deri në këtë moment nuk ose kam vënë diçka të tillë. E ndjera ishte në javën e 34 të shtatzanisë. Po, të shtatzanisë. Ka ndëruar jetë në spital apo në shtëpi? Po, në spital, që në klinikën universitare në Prishtinë, pra ka ndëruar vajza jetë. Pra ka qenë muajin e 34 që siç e thotë jetë të shtatzanisë dhe po priste një bebe të cilën fatkeqësisht ose e cila fatkeqësisht nuk mund ta shijë jetën për shkak se tashmë babai që do duhet të ishte mbrojtësi i saj më i mirë ja mori jetën nënës dhe bashkë me atë edhe frutin e dashurisë tyre. Ka pasur prononcime të familjes saj në media? Po ka pas, ata kanë deklaruar që lojmin e kanë marrë pra nga familjarët, nga babai respektivisht djalit i cili me ne ka njoftu familjen, në cilët pastaj janë njoftu njëri me tjetrin dhe ata pra kanë qenë të rezervuar për më tepër për ditë, për shkaqe të tjera, nuk ose kanë jënë deklaruar për shkak se vëllëndje se kanë, edhe po përgatiten për ceremoninë martore ku vajza do të varroset sot në ora 18 në lagjen Foniç nga dhe ku vente. Fatone, diçka për këtë çështje, kjo meriton për të trajtuar me një psikolog më shumë, por duke qenë se ju keni trajtuar mjaft çështje të tilla, 1 ose 2 në vit po bëhen si të zakonshme këto, pse këto krime kaq të rënda? Janë komplekse këto çështja. Pari ka të bëjë me mentalitetin e shqiptarëve, që dominimi, tendenca për dominuar gruan në çfarëdo formë, në çfarëdo mënyre, dhe pamundësia për të pranuar që një lidhje nuk shkon dhe për t'i dhënë fund është njëri prej shkaqeve kryesore. Pastaj është temperamenti që ne si shqiptarë kemi, pra që aty për aty dëshirojmë të zgjidhmë çështjet pa e lënë gjërat që të ftohen dhe pa i menduar me kokë fort. Tjetër është edhe mentaliteti brenda familjes që nuk e kanë trajtuar këtë rast edhe pak më gjatë. Basta për denoncuar në policinë ndonjëherë ku kanë pasur, sigurisht mund duhet të ketë pas dhunë përderisa ka ardhur deri këtu, se nuk besoj që mund të ketë qenë rasti i parë që mund të pësonte me fatalitet. Kështu pra se janë një çështje komplekse ku janë të gërshëtuar shumë elemente të ndryshme, por këto çështje besoj që janë një ndër kryesorët, pra di nisur dhe bazuar nga ngjarjet e tjera që cilat kanë ndodhur pak a shumë të gjashme, pra ajo ego maskullore shqiptare për dominuar mbi gruan dhe si thua meshkuj shqiptar e ndjen veten të nënvlerësuar nëse një grua në një raport, qoftë martesor, qoftë apo jo martesor, pra shfaq pak kënaqësi ose dëshirë për të ndarë dhe se shfaq tendenca që partneri saj të ndryshojë etj. Këto janë ka të bëj pak edhe me traditën shqiptare dhe me mentalitetin ballkanik që kemi ne, ku shumicën e ngjarjeve e problemeve zgjedhëm që t'i zgjidhim në mënyrë më të keqe të mundshme. Për këtë ngjarje, ai që mund ta thotë vërtetën, të paktën versionin e tij është vetëm bashort nëse do arrijë të mbijetojë, ose në të kundërt, ndoshta e vërteta s'do merret vesh asnjëherë. Sigurisht. Faton, për të kaluar te aspekti